Mirëmbrëma, miqtë on televizion, mirëmbrëma dhe ju miqtë on top. Sonte kam të ftuar një mik të vjetër timi. Sigurisht që ka qenë pjesë e emisioneve, pjesë e bisedave të këndshme për letërsinë, për poezinë, njëkohësisht edhe për artin. Ai është David Boseta dhe është poet, romancier tani, një person i letrave dhe një person kult i letrave në Shkodër. Mirë se vjen, David. Përshëndetje, mirë se gjeta. Ju falenderoj për ftesën, vi gjithmonë me kënaqësi në programet tuaja, sepse ju shërbeni si një urë lidhëse në mes të artit dhe televizionit. Dhe kjo për ne është shumë e rëndësishme. Ju falenderoj prezemërsisht. Patjetër, David, ne në përgjithësi edhe ato biseda që kemi bërë edhe në të televizion. Në dikushmen kështu i kemi pasur në konstruktivitetin e në përgjithësi të letërsisë, po dhe të artit. Unë jo me shakave, gjithmonë kur të shkruje ke gure që them mu artist. Di pse, në përgjithësi, në Shkodër është thanë, fjala kur të ka respektuar ka thënë artist. Po nuk thuhet kot, sepse duhet të bësh diçka në art, duhet të japësh diçka në art, që pastaj edhe të thonë në kohën e sotme artist, nuk është aq i kollajt ky lloj titullimi. Po kësaj radhe, David, ose Boseta, si them unë, me emër, në fakt të thira sepse më ke provokuar ti, normalisht. Më ke provokuar edhe bërë gati emisionin, se sigurisht ke nxjerrë nga arti jotë dhe në artin tanë, një libër të tillë që e ke titulluar Sfida e Killerit, dhe nuk e di në zhanri roman, që mund të quash romanës. Roman thriller. Është pjesë thriller, sigurisht, edhe është ka në zhanret e veta, por në përgjithësi, domethënë, ke bërë një hap të mirë, cilët ta kam uruar para shumë vitesh. Gjithmonë kam qenë ke poezit tuaja, ke librat poetik, për cilët do flasim, edhe për sukseset që ke pasur, po tash je prezantuar me të. Pyetja e parë është e tillë. Pse Sfida e Killerit, pse Killerit dhe pse roman? Atëherë, Sfida e Killerit ka një domethënie sepse duke u nis nga titulli i jep lexuesit atë grishjen, atë interesin për të gjetë brenda një libri të tillë diçka jo normale, diçka që nuk e hasim shpesh. Të shkruash thriller ose të shkruash për krimin është një zhanër që letrarët shqiptar ose shkrimtarët shqiptar nuk e praktikojnë. Ne si shqiptarë shumë çuditshme, po kështu është vërtet. Na e dona shumë thrillerin, sepse jena rrit me letërsinë gjallë, jena rrit në vitet tona më të vështira me librat të tillë, sepse na kanë pëlqyer shumë, na kanë grish, na kanë tërhequr shumë. Por çuditërisht nuk ha si shkrimtar ta shkruajnë, ta praktikojnë. Sigurisht që do një njohuri të thellë edhe të kriminalistikës si proces. Duhet futesh pak edhe në lëkurën e Killerit, e një njeriu të vrastar, sepse unë jam shkrimtar, unë nuk jam vrasës. Po që të shkruash për një vrasës duhet të njohësh mirë edhe psikologjinë e tij. Edhe bot kuptimin e tij, mënyrën si ai percepton ose mënyrën se si vepron, mënyrën si e kemi tabu, ka qenë tabu këtu ne, edhe ne nuk kemi një Agatha Christie, po themi, nuk e kemi një person tjetër. E dona shumë, por realisht nuk tentova në një zhanër të tillë tu pas atë dëshirën e madhe, nga që gjithmonë kam lexuar edhe kam dashur shumë si zhanër. Thash ta provoj. Unë nuk e di se e kam arrit, nuk pretendoj që kam bërë një super libër, por besoj që deri diku e kam thënë atë që unë bot kuptimin tim kam pas, në dëshirën për ta shprehë. Në fakt, e shoh edhe kopertinën, edhe tani bisedojmë edhe për thrillerin si roman, po dhe titullimin si Killer. E kemi biseduar bashkë me një tjetrin bile diçka sajova dhe unë me mendjen time pse Killer dhe jo vrasës. Praktikisht isha plotësisht dakord edhe unë që duhet të jetë Killer, jo vrasës. Nuk mund të shqiptarizojmë të gjitha, të shqipërojmë të gjitha në gjuhën standarde.
Po pse killer dhe pse romanin? Është një fjalë internacionale. Në libra giallo, në të gjitha llojet e zhanreve ose në të gjitha përkthimet, pra qoftë në italisht, spanjisht, greqisht apo nuk di edhe një gjuhë tjetër, ajo është fjalë që nuk zëvendësohet. Pra mbetet killer, nuk mbetet asasino apo një fjalë tjetër që mund t'i përngjajnë, ose vrasës në shqip. Mandej ka një botkuptim më thellë. Vrasës mund të jetë një njeri edhe rastësor. Mund të jetë një vrasje pa dashje, mund të jetë edhe një përplasje momentit që njeriu e kthen në vrastar. Ndërsa killer është një person i cili ka studiuar mirë, ka kriju terrenin, pra është një vrasje me paramendim, është një vrasje, një krim që ai e mendon me logjikën e tij, mendon se si do e vrasë, se si do realizojë dhe si do shpëtojë nga kjo gjë, domethënë si do ta ratiset, si do t'ia dalë pa u lagur. Prandaj fjala killer besoj që është termi më i plot, sidomos në Jep kuptimin e vërtetë edhe për romanin në fjalë. Pra këtu ndryshon killer nga vrasës. Sepse killeri nuk mund të jetë aksidental. Killeri është një paramendim i diçka të tillë. Eksakt, normalisht. Çfarë deshe të bëje sfidë edhe ti, domethënë sfida, dakord, sfida e killerit që do bisedojmë, por me romanin deshe të bëje edhe ti sfidë, kujt po i bëje sfidë poezive tuaja, librave poetik? Po i bëje sfidë vetes. Dosha me provu vetin se deri ku më rri unë si shkrimtar, që edhe lexuesi të ketë parasysh që nëse deri dje ka njoft një David poet, ose siç është përdor shpesh për dashamirësit mi ose miqët mi, poeti dashurisë, sepse shpesh kam shkruar për tema të tilla. Sigurisht. Sot kena një David tjetër, një David Kret tjetër. Edhe ndryshim. Kjo është ajo që unë doja mi tregu edhe amerikanët kanë një shprehje backside of the moon, pra dhe anën e ertë hanës. Kjo është jo ana e ertë e jemi, po ana tjetër e jemi, ajo që di me bë realisht. Po. Ke menduar që në fillim edhe ti si paramendim, fjalën killer artistik, për të sepse sigurisht diçka më shpjegove dhe diçka mora vesh që mos zbulohesh deri në fund, çfarë deshe të bëje killer artistik? E ke menduar në fakt me veten këtë tishe dhe ti një, e them thojza gjithmonë, mos keq interpretohemi, një killer për pjesën e një lloj letërsie e cila duhesh luajtur këtu kene, çfarë paralemron me këtë? Jo deri në shkallën e killerit. Sigurisht, patjetër. Bëj shaka, normalisht. Por deri në një farmase duhet, realisht. Është nevojshme, normalisht. Besoj që po, është nevojshme. Patjetër. Ka nevojë me ndryshu shumë gjëra edhe në kulturën tonë, edhe në brendësinë tonë, edhe në psiqikën tonë. Të paktën në kulturën e të shkruarit nuk duhet të metemi aty ku ishin paraardhësit tanë. A jena të zot me ba një hap me ecë. Ata e kanë kryer detyrën e tyre për atë kohë që kishin. Detyra jonë është që sot evoluojmë dhe ne të ecim me kohën, sepse koha ecë me një ritëm galopant. Që të mos metemi na mrapa atje duhet që ne të nxitojmë pak. Eksakt. Se sa ja rrim nuk e di, por të paktën të provojmë. Tentativa është, po patjetër, sigurisht. Tentativa është e tillë. Kurse sfida nuk është me askën tjetër, si shkrimtar ose si krijues, kur nuk e kam pa veten në garë me dikën tjetër, por gjithmonë në garë me veten. Gjithmonë kam kërkuar nga veten nëse unë mund të përmirësoj diçka të Davidi. Po jo të sfidoj bashkëkohësit e mi ose kolegët e mi letrar apo dikë tjetër. Nuk e shoh në këtë prizëm asnjëherë, thjesht kërkoj që të përmirësoj vetveten. Pavarësisht se ke çuar lartësinë më herë stekën lart, domethënë nuk e ke filluar po barazoj me sportin, tash nuk është keq. Barazohesh një herë me sportin, bile sporti është më pak subjektiv se sa arti, është për të nderuar kur barazohesh me të. Pra, nuk ke vendosur stekën 1,80 m, po direkt 1,90 m, 2 metra, sepse sigurisht ke bërë një roman thriller. Edhe unë jam i qartë që të bësh një libër me poezi të mirë, të bukur si Shkundër ke prodhuar ti. Bën një poezi sot, nesër do bësh një tjetër, pastaj mbledh ato dhe i çon aty. Po këtu në një farë mënyrë nuk është se nuk mund të bësh pushim, por këtu do logjikën e rrjedhshme të ngjarjes nga faqja e parë deri në atë të fundit. Ky lloj kapërcimi tash ka dashur nxjerr David Bosetën në një ndriçim tjetër, në një dritë tjetër,
Apo ti ke qenë aty pas ke marrë këtë iniciativë? Mendoj se është një fazë pjekurie që ka ardhur vetvetiu. Unë nuk e kam ditë para 5 vitesh apo 10 vitesh që mund të bëj një roman ose mund të metem te poezia. Nuk e kam ditë sepse nuk kisha si ta paramendoj. Por me kohën njeriu vjen edhe e sheh vetin se ku nihesh më mirë, se ku je më komod. Sot nuk mendoj se kam bërë një kapërcim galopant, po mendoj se notoj në ujin e mia. Ndoshta janë temat e mia më të preferume, unë e kam eksperimentuar me disa tregime të shkurtra. Po, bile disa prej tyre janë gati të japin ai që është i vëmendshëm, të lënë me kuptuar që shiko, drejt kësaj në këtë rrugë, në këtë hulli jam, më thënë në këtë pikë. Por mle edhe njëkohësisht dalja me një hap të tillë, nuk e kanë guxuar, po mundohen të them atë që hapëm si diskurs në fillim. Të shkruash një thriller, kanë frikë se dështojnë, kanë frikë se çfarë, sepse natyrisht nuk është vetëm David Boseta, nuk jam vetëm unë, ka plot Shqipëria, duhen respektu të gjithë. Po është guxim të nisësh pikërisht romanin thriller. Dhe kjo është ajo që desha të them tani, domethënë normalisht ti e konsideron kapërcim këtë apo është normalitet, është një zhvillim i natyrshëm? Unë e shoh sikur ka natyrshëm, paktën te unë. Sepse nuk vere ndonjë sforcim të vetja për të realizuar diçka të tillë. Pikërisht. Pra, është ajo që thu ti, të shkruash roman duhet të jesh shumë i vëmendshëm sepse duhet t'i lidhësh ngjarje, duhet t'i lidhësh kapitujt, duhet t'i lidhësh rrjedhën e logjikës. Është vijshmëria normalisht të bësh një. Jam mundu që ta realizoj. Se sa unë nuk e di, atë e vlerëson lexuesi. Qartë, normalisht. Unë nuk e di nëse kam bërë një libër të bukur apo kam bërë diçka që nuk vlen. Deri në këtë moment unë vetë nuk e di. Por mendoj edhe besoj që një lexues i mirëfillt, një kritik i mirëfillt do të më iluminojnë, do të më tregojnë që se deri ku ja kam arritur. Nuk desha që të hym ke biseda e kritikës, sepse e di që është e vështirë, bisedosh duke ne. Është e vështirë sepse në përgjithësi shqiptarët e kanë problem të drejtë për drejtën dhe kanë problem kritikën, ta bëjnë problem personal. Kur ndërkohë në botë është mendja më e hapur, nuk është thjesht open mind, po është edhe open heart, kanë dhe zemrën e hapur, ta pranojnë edhe përzemërsisht. Mirë po, këtu ke nesh shumë e vështirë, prandaj normal ti e merr sikur është sfidë dhe sikur ti do ta demulosh. Mbas edhe kritika bëhet në mënyrë tillë, sikur do që të shkatërrojnë në vend që të jetë konstruktive. Por kur ke marrë faqen e fundit ose ke vendosur që ky është, dhe tash do ta çoj për botim. Ai mendimi parë që të vjen kur e ke çuar, duket gati nganjëherë se vetë kështu funksionon ke libri. Kur e çon atje tu është edhe jemi s'është jemi, sepse fillon të bëhet pak edhe pjesë publike. Çfarë ke menduar në ato momente? Ke pas hije dyshimi apo çuditërisht jo. Ke qenë qetë? Shumë i qetë, edhe gati i sigurt që ja ka vlet ajo që kam krijuar. Kjo është shumë e rëndësishme, jashtëzakonisht e rëndësishme. Kur shkon kështu është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ma modeste pa dash mi dhan vlerë diçka që nuk e di sa ka realisht, por me mendsinë time besoj që të paktën idenë e kam dhënë. Atë që unë kisha në kry e kam përpunuar në atë mënyrë që e kam shpreh bukur. Mendoj se sa del i pëlqyeshëm, se sa realisht e grish lexuesin, kjo është mbetet për ta vlerësuar. Paraprakisht kur e ke nis Boseta? Pas sqaru probleme, pastaj pas sqarojmë 5 minuta, po t'jap që ta sqarosh pak a shumë për majtje. Atëherë, kur janë fillimet e tij? Në fakt unë po punohesha me një tjetër libër që kam proces, është një libër me story të shkurtra, me tregime të shkurtra, që noton në këto ujna, bëhet fjalë për krime të vogla ose ngjarje të vogla kriminale. Edhe ndodhi diçka, ishte diçka kretrasore. Është kreta thjesht, isha në një lokal, edhe një moment shkoj me shpladur në banjo, në lavaman shoh një fije flokut. Është kretë reale. Edhe në një moment që shoh fijen e flokut, i bëj pyetje vetit. Po nëse unë bëj një krim, edhe u ktheve në kriminalist. Do marr këtë fije floku edhe vetë si provë. Normal. Po nëse bashkë me këtë fije floku mund të përdor disa prova tjera, a do të çebente kjo?
jo për të dalë unë i pa faj, po për të çu në rrugë të ndryshme hetimin, pra për të orientuar hetimin. Edhe aty lindi ideja, e lash librin tjetër për gjys, edhe vazhdojnë të jetë i papërfunduar, edhe hina këtij. Mund të ketë 6-7 muaj, nuk ka më tepër si proces, nga fillimi deri në fund. Libri është mbyll në tetor të vitit kalu, edhe kam kanë me mikun tonë përbashkë me Ferdinand Jakun, edhe i thash e mbylla librin sot. Au tha, po, i vuna pikën, si thonë. Normal. Unë e falenderoj Ferdin me që bjerë rasti ta përmendim për diçka tjetër. Në zhanin e tij të lidhur me mjekësi, shpeshherë në bisedat tona futen në termat mjekësor, futen në termat profesionale. Ke sqaruar terminologjinë, patjetër. Edhe sigurisht që një nimes të madhe më ka dhënë edhe në mënyrë më miqësore, ashtu si një nimes të madhe më jep edhe ti nga ana gazetareske, sepse të rrish me njerëz të tillë, njeriu vetëm mëson. Është si ajo bleta që nga lulet merr pjalmin e vet, merr nektarin e vet. Është një gjë që ndodhe me mua, që ndodhe me njerëzit që duan të mësojnë. Se është dikush që nuk do, kështu që s'ka nevojë për. Ne përkasim asaj stres, që kërkojmë mësoj gjithmonë. Eksakt. Edhe jam shumë i njohur sepse prej tij kam marrë pak disa terma mjekësor ose edhe psikotik në rastin e Kidhës, sepse luhet pak edhe me psiqikën, ku nuk janë të një zhani të një letrari të thjesht ose modest si unë, por e ka përcejnë pak. Besoj që në libër ato rrinë mirë dhe kanë gjetë vetvetin. Jam mundu me bë një krijim jo të lodhshëm, për mos i ngja pak atyre thrillerëve që kur i filloj mi lexu futen pak edhe në një ndrydhje mendimesh, kam futur dy personazhe siç janë edhe detektivi me një humor shumë specifik. Pra luhet shumë me batutat, është një përplasje batutash mes detektivit edhe barisit ku ai është i përnatshëm, pra frekuenton lokalin e tij të preferuar, por në të njëjtën kohë edhe killeri vet është person me shumë batuta. Saqë në një moment detektivi në komunikim me mesazhe me killerin i thotë si ka mundësi që një njeri që ka kaq humor mundet me bën një krim tillë. Edhe ky i përgjigj, unë nuk kam lind kriminal, sistemi mban i tillë. Qartë. Në djenin time, sqarimet e tua është një garë midis vrasit i cili do që të sfidoj. Ma mërmendja jo vetëm detektivin, por sistemin përgjithësi edhe nga njerë ka besoj se ka përdalë edhe historia që të sfidoj dhe veten në provë. Ma bëj një përmbledhje të shkurtë, sepse nuk është qëllimi ta sqarojmë këtu edhe nuk duhet sqaruar, duhet ta lexojnë. Jo ta thot David Buseta, ta që e lexuam romanin. Po, 2-3 minutë na sqaro tramën e romanit. Atëherë, ngjarja i ka fillesat në vitin 2020. Zhvillohet në Amerikë. Ngjarja është komplet një narrativë amerikane. E kam pozicionuar në një vend të vogël, në një qytet, në një mikroqytet, diku në Missoula, në veri perëndim të Amerikës, gati në kufi me Kanada, rreth 200 milë larg. Është një zonë shumë e qetë, me vetëm 5.000 banor, ku pothuajse nuk ndodh asgjë. Edhe pikërisht aty vuna subjektin tëm, aty vuna edhe ngjarjen. Një person telefonon në numrin e policisë 911, edhe i thotë që rastësisht unë nare në autostradë edhe jam dëshmitar i një krimi. Janë një qift që po hedhë një trup diku. Këtu vjen në vizje gjithë aparati i policisë kriminale, bashkëpunim me Rangersat, me policinë lokale edhe të gjitha strukturat bashkë, sepse ashtu bashkëveprohet në Amerikë. Edhe fillon hetimi, fillon njegja. Gjatë kohës që ato merren me hetimin, vrasësi është diku 200-300 milë larg. Në bazë të komunikimeve që vetë vrasësi, Kidheri, pretendon ose pranon të bëjë me detektivin kryesor të çështjes, i jep disa indicie që këto mendojnë se po e afrojnë me ngjarjen, por realisht ai përdor lojën e vet. Ai çdo indicie jep për ta shmangë, për ta çuar sa më larg prej vetes. Gati dyshohet se një person që një telefonat ose një dërgim mesazh e bën nga New Yorku, pastaj e bën nga Michigani, pastaj e bën 800 km më larg,
Krijon idenë se kena të bëjmë me një person që mund të jetë ose pilot avioni ose steward avioni. Sepse gjatë një bisede, Killer i thot, po je shumë inteligjent, i thot detektivit, sepse e gjete që unë jam steward avioni. Në fakt, ky është një kamionist që bën rrugë të gjata kilometrike, edhe sigurisht që kamionistat në Amerikë udhtojnë me disa mijëra kilometra me ditë. Bën me 2-3 milje pa nalesa, me nalesa të shkurta, po pa u kthyer në destinacion. Edhe pse ky person nga një njeri krejt i thjesht kthehet në një killer? E lidhëm me atë që në kulmin e pandemisë kena të bëjmë me një person i cili izolohet, ashtu si mbarë Amerika, si çdo shtetas amerikan, edhe detyrohet me bë 3 vaksinat e famshme. Masi ban vaksinat, fillon ai presioni i izolimit, sepse izolimi të pret shpresat, të pret krahët, të pret mënyrën e përditshme të jetesë, fillojnë ato ludimet në masë, sepse edhe mediat bëjnë rolin e vet. Halucinacionet në përgjithësi. Fillojnë ato hamendësimet, po na vrasin, po na shkatrojnë, dojnë me zvoglu botën, një elitë. Siç ishin në atë kohë. Ashtu siç hamendësojnë në gjitha fushat. Edhe ky person fillon këto mikrotraumat fillon të i fut në psiqikën e tij dhe tu ja njeh vetes, pra tu thonë që unë mund me kanë viktime këtij sistem, sepse këto realisht po më vrasin mua. Ndodh diçka, është një gjë shumë interesante, se para se më ardhte kjo, ky do të bëte një vizitë, siç është rregulli në Amerikë, një herë në vit bën një palë analiza. Është rregulli i çdo personi që punon qoftë në administratë publike, po qoftë privatisht, për të pa veten se si është fizikisht. Edhe në një vizitë normale, ky pëson një lloj déjà vu-je ose një lloj momenti shtangje, edhe ulet diku në një korridor. Një doktor e shef edhe i thot, hajde me mua të fton zyrën e vet. I ofron një kafe dhe çfarë problemi të ke, se nuk nihesh mirë. Edhe ky thot që patë një vizion çuditshëm që më duk shumë real. I thot çanolli. Po shifja thot një turm të pa numërt që hynte te kjo klinik, edhe dilnin të pa jetë në një çoshë aty në një derë anësore me barela. Edhe kjo që ky kishte pa, ky vizioni i tij ndodhi 6 muaj më vonë me ardhjen e vërtet pandemisë. Normal. Edhe kur filloi pandemia, që njerëzit me turma të mëdha futeshin ato klinika dhe disa dilin nga zera anësore të pa jetë, fatkeqësisht, mjeku komunikon me telefon, i thotë si ka mundësi thotë që ti e dite. I thotë mos jeni nipi Nostradamus se ti jo, i thotë, nuk jam me origjinë franceze. Këtu fillon loja me psiqikën e tij. Nga që një pa sigur, nga që fillun dramat, fillun shqetësimet e para, Amerikanët janë një popull edhe i dha stum, nuk janë mësuar me vujt, sepse njëtën problem pat edhe Shqipnia, po ne morëm më me sportivitet, sepse nuk ishte drama e parë jone, ishte një në serinë e drama që kishim kalu si komp, edhe nuk është se na tronditi shumë, kurse ato aty në era morëm më me filozofi dhe më me edhe në këtë kulmin e dramacitetit, ky person nga dëshira me bashkëtuesen e tij për me pas një fëmijë, shkon për me bën një palë analiza, edhe mjeku i thotë që ti je infertil, ti nuk mund të jesh prind, nuk mund të bësh kur bab. Kjo i jep goditjen përfundimtare, që ky në psiqikën e tij thotë që po, është shkak i këtyre vaksinave, që unë sot nuk mund të jem, sepse këto duan që botat mos marrështohet, që botat ndalohet, pritet të hiqim pleqt të ku diun. Edhe aty mandej fillon kjo sfida. Pse? Ai ka një revolt të brendshme me sistemin, sepse është një njeri i lirë, një amerikan që nuk është mësuar të mbyllet të kufizohet familjen e vet. Nuk është mësuar që të shkojnë me orar kur me shku me ba pazarin ose me bleart sa i thot ai, jo është sa don ky. Edhe këto lloj formash të izolimit fillojnë edhe ngjallin atë djallin brenda tij. Nga një njeri krejt i thjesht, krejt normal, duke u nxitur edhe nga disa dokumentar që i shifte shpesh në orët e vonë të natës, me krime, me vrasje. Normal. Edhe i thot vetes, nëse unë bëj një krim, si zbulohet kriminali, ka bërë sfidë edhe me ato. Atëherë, unë po sfidoj shtetin, do të bëj një krim edhe ta shohim më zbulojnë ta. Normal. Aty fillon sfida, krimi i tij merr një përmasa tepër të mëdha. Loja vazhdon për 5 vite, por
përfundimin e tij, ashtu siç thuhet edhe në kopertinën mbyllëse, nuk dihet se kush humb edhe kush fiton. Praktikisht, besoj se e ke bë fitues, killerin. Po, sigurisht, po, përfundimisht. E kuptoj, e marr vesh edhe është drama që në përgjithësi, për çfarë arsye duhet të ishte fitues? Sepse edhe unë vetveti do kisha jo të mendoj vetin në përmase të tilla, apo që të besoj mendoj jo se ishte i dobët kaq shumë detektivi si sa ose policia se sa ishte i zoti ky, për çfarë beson më tepër? Sot kena një Amerikë me kulminacionin e saj shkencor. Pra bëhet fjalë për laboratore tepër moderne, për kompjutera tepër modern, edhe për një shkencë të evolume. Por ka ndashtë me nxjerrë në duke diçka tjetër. Aq sa evolon shkenca, aq evolon edhe krimi, sepse ato ecin gjithmonë në shkojnë. Nëse sofistikohet ajo, patjetër do sofistikohet edhe. Por edhe një ndër mesazhet është që nëse një killer është inteligjent, ai mund të jetë i pakapshëm. Sepse zakonisht kena të bëjmë me killera të pashkolluar, me killera problematik, po që meten në mesataren e horizontit tyre. Prandaj kjo është edhe shkaku që shpeshherë bien në dorën e policisë. Një farmyre gati, megjithëse kjo ndodh edhe në për elemente të tjerë, kanë treguar edhe me thrillera të tjerë, një farë respekti edhe për atë që vrasin ose killerin, i cili është i sofistikuar, është në po ashtu dhe me hajnin, vjedhësin i cili është i sofistikuar. E sidomos për atë që nuk shkon deri në vrasje, që nuk bën aktin e madhor kriminal. Është gati sikur të futemi në politikë, sikur të vjedhin, po mos t'i marrësh vesh. Jo na akuzën kot se më thanë volli filani ose filani, por duke mos e ditë, domethënë duke t'u paraqit shumë i mirë edhe ai të ketë vjedhur. Të vjedhësh me doreza. Me doreza, normalisht ti je hajn, po hajn brenda limiteve dhe mos të kuptohesh, që po u kape më se ne kanë thënë ai kalçi kapet shin lamën, apo kanë rregull është. Ky ka qenë qëllimi apo ke edhe një qëllim psikopolitik mrapa, sepse duhet të jetë edhe një i tillë, patjetër. Në fund të fundit në libër theksohet, killeri nuk sfidon një komisariat, një department polis, nuk sfidon një person si detektiv i famshëm, ai sfidon sistemin. Qartë. Ai sfidon Amerikën aktuale. Edhe nëse ai ka pakënaqësi me sistemin e sotëm, ku ka Amerikan që është i kënaqur sot, pra pothuajse gjithë janë pakënaqur. Sepse kështu funksionon rendi politik, kështu funksionon klasa politike, po kështu funksionon edhe perceptimi në popull. Atëherë ky nuk është se ka thënë diçka madhështore, ky ka thënë mendimin e shumë kuj. Mbase në po të kuptimin e tij shumë kush mund të bëjë diçka të tillë. Nuk thënë të bëhen kriminal, të bëhen killer, por një formë e brendshme revoltet është. Edhe jam mundu me shprehje të revolt, që mund të jetë edhe jemja, pse jo, mbrana kuadrit letrar. Normal. Dallimi ndaj poezie, Boseta. Dakord e thëna, e koncentruar sigurisht, por e detajuar në narrativ, proze, edhe me mjedisin, narrativa e cila fillon me mjedisin, me karakterin, pastaj me ngjarjen. Po te poezia, nëse do futemi sepse zakonisht dashuria, poezit, frymëzimi, atdheu, qyteti, bukurit, e këto janë një element të tillë. Po të duash të bësh një poezi thriller, do t'i kishte hyrë kësaj, ka qef Boseta, mund të shkote deri në këtë pikë? Poezi thriller. Apo nuk shkon puna deri këtu, nuk duhet bërë një lapidar i tillë. Ka diçka. Brenda këtij libri sigurisht do të ketë pjesë poetike. Është një element i vogël ku në provat që detektivi arrin të zbulojë te trupi i pajet, brenda në gojën e tij ka një mesazh, ka një copë letër. Aty është një varg poetik. Në atë varg poetik, mbase policia edhe laboratori kriminalistik mendojnë se kena të bëjnë me një grup okult ose me ndonjë shoqat
ose me ndonjë tip mazoneria, apo janë terma të tillë që ato aludojnë edhe notojnë shumë në ato yre, sepse kjo është edhe qëllimi i vrasësit. Ti drejtoj në këtë lloj. Por ajo strofë që është aty në një bisedë me mesazhe mes Skidherit edhe detektivit, i thot, po ai mesazhi thot, ç'a është? Është thjesht një poezi që unë kam gjetur në rrjetet sociale. Por që në një kompeticion u përjashtu sepse u quajt shumë dark, shumë i errët, edhe shumë mazonik. Kjo ishte edhe shkaku që nuk u pranu. Në fundit ne letrarëve na lejohet të përdorim shumë terma. Po kjo nuk do të thotë që ne i përkasim një diçkaje apo diçkaje tjetër. Ne mund të flasim për gjithçka në mënyrë sipërfaqësore. Qartë, normalisht. Unë mund të jem shumë besimtar, por mund të trajtoj edhe tema jo besimit. Absolutisht. Sepse në fundit kjo është ajo që ne di me bë. Sigurisht. Por pra do ta lidh me këtë element që kjo mbas është poezia e parë, ndoshta edhe e fundit me këtë lloj tematike. Pra një poezi mistike ose një poezi vrasëse, nëse mund ta quaj. Boseta, tash dalim edhe nga unë uroj që libri të jetë pjesë e konsumit të atyre që konsumojnë. Dhe e uroj këtë me gjithë zemër. Sigurisht e kam marrë këtë dhe do vazhdoj e sapin tim. Unë kam aftësi sërish që të lexoj shpejt. Lexoj shumë, sigurisht. Merr pjesë të mëdha, por nuk është se nuk lexoj. Edhe reagimin ton kritik me dëshmirësinë më të madhe. Patjetër. Nuk është se nuk lexoj këtu, se shpesh herë gabim mendojnë që këtu nuk lexohet. Këtu lexohen edhe këto, gjithë lexohen këtu. Ai që do ta shfrytëzoj për mirë. Kjo është edhe dëshira jeme që shumë shpejt jetë edhe kaloj edhe shitje elektronike dhe besoj që do të lexoj. Do të ishte shumë mirë, po. Nuk do të la pa përmend që mos harroj redaktorin Zia Vukaj, kryetarin e shoqatës, më ka dalë në krah për gjithçka që nga filleset e krijimet mia. Është një mik i mirë, jo vetëm i jemi, po i çdo krijuesi, çdo letrari. Se në fundit ne vërtet ecim me kam tonë në jetë, por nuk ecim pa përkrahjen e dikujt, pa mbështetjen e dikujt. Patjetër. Unë nuk e di nëse ajo që kam bërë deri dje ja ka vlet, por me këshillat e më të mëdha, nuk la pa përmend të mallin Skënder Temali, i cili ka ndikuar shumë në formimin tim si mbështetës, si mentor. Po ashtu edhe zoti Zia Vukaj. Ai ishte i gatshëm me bërë redaktimin e librit dhe besoj që ka bërë një punë shumë cilësore. Duhet falenderoj edhe djalin tim Piero që ka bërë kopertinën. Djali i bani fix atë që unë kisha në mend, sepse ndoshta imazhi është pak i errët, sepse e errët është vetë historia. Është dark edhe vetë. Ndoshta qëllimisht kam lënë edhe emrin tim gati të pa lexueshëm, sepse gati ajo është edhe një lloj signifikimit i kidrit që është ndriçueshme, dalje është ndriçueshme me dritat stopat mbrapa të makinës. Por deri diku është jep idenë e vrasësit që fillon e mbaron anonim, prandaj edhe emri ka mbet pak i sfumum. I falenderoj të dy personalisht, falenderoj familjen time se janë mbështetësit e mi më të mëdhenj, janë kritikët e parë të mi para se gjithçka të publikohet. Edhe më vjen mirë se kam kritik vërtet të mirë fill në familje. Falenderoj ty si mik edhe si gazetar. Falenderoj të gjitha mediat sepse pa ju ne metena periferik edhe metena askush. Për këtë jena masë të vetëdijshëm. Patjetër, mediat kanë rolin e madh të tyre. Sot sigurisht është bërë mundur që edhe pa prezencën shumë të mediave të bësh punën tënde dhe për këtë është shumë mirë. Jo gjithmonë Facebooku dhe rrjetet janë të përdorur vetëm nga e them pa frikë, të idiotët funksionant, përdorur edhe nga njerëzit normal, shpeshherë edhe njerëzit kult. Bile s'kan mundësira të tjera, ajo është mundësia më e mirë. Kështu që duhen falenderuar të gjithë, po në fundit ka një mënyrë për t'i demonstruar dhe për t'i dhënë. Boseta, që bëhet letërsinë e sotme, jo thjesht asaj që perceptohet ose del në për panajire, sepse edhe kjo ja vlen diskutohet për është temë më e qartë, po asaj që konsumohet. Edhe për më tepër, jo asaj që konsumohet, po asaj që prodhohet. Pyetja është pak banale, por është e kanë primen apo ndonjëherë do bëj shaka?
Kam frikë se e kanë primën. I druhem shumë kësaj. Edhe kjo është shumë e rrezikshme për botë kuptimin e tyne. Sinqerisht të thënë. Sot hasim një garë, një vrull jo logjik të po krijoj, po proloj, po bëj. Metën ata jo ideja që kur prezantohet dikush thot unë jam filani se kam shkruar 15 libra ose unë jam filani kam 23 libra. Edhe mendojnë se ajo faza numerike e prodhimit produktit tyne i jep vlerën. Pra unë nuk jam një shkrues i rëndomt si ti me 1 apo me 2 libra, unë jam me 25, më kupton? Por realisht gjithmonë metet kjo pyetja e brendshme. Dakor, po sa material ose sa vlerë ka në atë numër libër. Se ti mundesh me bëj 10 libra, po ai ke 10 fjali që kanë vlerë. Ndërkohë kur ke atë mallin migjenin me një libër ose me një mikrolibër, se atë që pat mundësinë me lanë botës, po i dha art. Nuk është se bani në shkencë madhe, një mikrolibër në la, një libër shumë të vogël. Po brenda tij ai ka shpreh gjithë revoltën e gjithë artin e tij poetik, që metet për mendimin tim gjithmonë, metet sot për sot figura më e madhe në letërsinë të paktën të veriut të Shqipërisë. Edhe të jugut. Nuk e mohoj. Ka një gjë interesante më gjeni me që fole. Nuk mohohet shumë edhe nga jugu. Jo, absolutisht. E ka gjetë për kraja, ka gjetë është gjithë përfshirës. Edhe çuditërisht të çdo epokët, Të çdo epokë. Sepse u përfaqësuan komunizëm, u përfaqësu në demokracinë, në pseudo-demokracisë. Bile, demeko demokraci unë. Nëse kështu është, demeko demokraci. Kjo është një forcë e intelektit tij, Një pjesë e komunizmit deshta përdori, nuk është se përdori, gati e quante komunist, kur ai nuk ishte një komunist në asnjë lloj mënyre. Ishte një shpirt i lirë. Spati jetë, kjo ishte edhe për të mirën edhe për të keqen e tij, se do ta kishin pushkatuar të parin. Por problemi qëndron që me të vërtetë është si thoni ju, dhe tash që hape bisedën, është që me të vërtetë është një meteor që thonë, por është një meteor që vazhdon. Librin e tij me prozë e kam pas gjithmonë në duar, unë jam një 3-4 njerëzit e rrallë në Shqipëri. Jam unë, është i ndjeri Paulin Pero, janë edhe ke familja që është edhe Neritani, që e ka pas në dorë, po jo sa ne, dhe i madhi Moj Komzeqo, cilët e kanë kalu me shumë. Ja, disa persona tjerë, po, për këto persona flasë që kanë pas në dorë dhe kanë botu, sidomos librin e shkruar në prozë. Pastaj botimet e tij janë gjë tjetër, po librin e shkruar në prozë, tia, me shkrimin e tij. Dhe kjo është ajo që unë bashkohem me ty në këtë mes, thelbin, në atë që është thelb, që patohet. Sepse për shembull njoh një personën, për mos me thanë persone, që mund të ketë bën 15 libra që thuti, por nuk ka lexuar 15 libra. Kjo është problemi më i madh. Ky është problemi më madh. Kurse unë kam pas pakut 100 libra në dorë të migjenit, përfshi dhe Nietzsche, dhe në disa gjuhë. Kisha për shembull në serbokroatisht, që i lexonte ai ditë shumë mirë, kishte frëngisht, kishte italisht shumë, edhe në Shqip. I thoshin komunist kur kishte gjithë librat e Nietzsches. Fantastike kjo, po nese, e kam fjalën që kishte lexuar me gjithë se vdiq 27 vjeç. Kishte stër lexuar. Kam frikë se talenti nuk shoqërohet thjesht vetëm me atë çfarë të ka dhënë Zoti. Duhet shoqërohet pak edhe me atë çfarë të lejon Zoti që të lexosh. Duhet të jesh i kultivuar, nëse ti nuk e lexuar shumë, nëse ti nuk e ke ushqyer trunin edhe je pa kultivuar, është e pamujtur. Sa do talent i lindur ti është e pamujtur të realizosh diçka të Sot kanë mundësi të shkruajnë mirë sepse ja rregullon ChatGPT-ja. Por mendimin ekselent duhet ta ketë vetin. Dakor, në rregull, gabimet edhe shumë elementë tjera që rregullon. Nuk jam as pak për këtë gjë. Çati edhe zhvillimi edhe elektronika do të na shërbeshin shumë më tepër në fushat e tjera. Unë mendoj se zhvillimi elektronik do të na shërbejë shumë në mjekësi, në zbulimin e smundjeve. Vazhdon aty bën mrekullia. Do të ishte hapi më madhështor për ne. Kurse në letërsi
Nuk e shoh, jam skeptik sepse ç'a mund bëjnë çati. Çati është një makineri. Pra nëse ajo që shkruan nuk ka frymë, nuk ka njësi, duket mua ke qenë i pavëmendshëm se edhe në letërsi ka filluar çati me bë mrekullinë. Jo, sigurisht, po pra për mua metet diçka. Sigurisht metet çat. Sigurisht metet çat. Është diçka që nuk pulson, diçka që nuk ka zemër, nuk ka trup. Duhet mendimi i kultivuar i personit, çati mund të rregullojë drejt shkrimin nëse ka dëshirë. Ai ta rregullon atë, patjetër që e rregullon. Sepse di më mirë se sa personat tu që zina shkruaj. Çati mund të jetë një lulishtar që një shkure i në formë, edhe bën formën e duhur, pra e krasit si ka dëshirë. Por në fundit ajo shkurja duhet të jetë një gjallësë. Pra duhet të ketë rajt në tokë, duhet të marrin ushimin e duhur, kriprat mineralet nga toka që të lulëzojë sipër. Mandej çati e krasit. Ke lexuar poezi të vlefshme kohët e fundit? Po, edhe ka. Nuk është se janë të shumta, pra me marrë një mesatare, nëse lexon 100 poezi, ke lexuar 5 apo 6 bukra. Normal. Por ato, ajo 100 që mundohemi, nuk janë shkaloj, i lexoj, por nuk përqendrohem te ato, të bukrat po, të bukrat përqendrohem edhe i shijoj. Ekziston e bukra dhe do të ketë gjithmonë bukra. Si je me botën Ameriko Latine, Boseta? Duhet më shpjegoj që ti je nga njerëzit e botuar në revista të rëndësishme të kësaj bote. E ke neglizhuar apo nuk e ke neglizhuar? Jo, vazhdoj me të njëjtin ritëm. Botohem rregullisht në një revistë me një emër të madh në botën latine, Azahar. Edhe se ka 1 milion, nuk e di sa ka 1 milion kopje. Është çmenduri se shkon në gjithë botën latine. Absolutisht, në gjithë pjesën e Amerikës spanjishfolse, pra pjesën hispanike. Gjithë hispanike. Absolutisht. Duke filluar Meksike, duke ulur poshtë kilit. Për mua është fat, sepse në fundit të arrish të çosh emrin tënd ose frymëzimin tënd në një nivel të tillë, për mua është arritje. A ke quar poezi vetëm apo ke quar edhe prozë? Edhe prozë shkurta. Edhe prozën e shkurtë. Por pse jo, ndoshta një ditë edhe ky libër mund të jetë në gjuhën ose në spanjisht ose në anglisht. Në spanjisht, po. Edhe ta shohim, i mbetet kohës. Si është kjo, është e përvjetshme një prezantim i joti apo të mbledhin si një është mujore. Çdo muj del një libër i ri, nuk quhet revistë, pavarësisht se metet në kuadrin e revistës, por shumë voluminoz. Qa është magazin, çfarë quhet? Magazin. Absurd. Po. Edhe ndër të tjerë janë kryesisht shkrimtarët e kohës nga gjithë bota. Pra kanë hyrë shqiptarë të tjerë, se mora vesh i ka edhe shqiptarë, ke kolegë tjerë. Po, besoj që janë edhe 2-3. Po. Aty ka shkrimtarë të mëdhenj, sepse ne kemi biseduar edhe herë tjetër. Aty ka shkrimtarë gjigande të jashtëzakonshëm. Ka të mëdhenj, ka edhe modest. Ka edhe modest, po. Po që të jesh modest duhet të kesh diçka me brumë, nëse ndryshe ata nuk të po, sepse do të kalosh disa filtra për të arritur aty. Çfarë kërkojnë ato, si është komunikimi këto? Çfarë kërkojnë vepra apo kontrollojnë veprat tuaja? Ato vetë hulumtojnë atë që ne publikojmë në rrjetet sociale, paktën unë personalisht, edhe mrapa sugjerohet se a mund ta marr këtë ose mund ta përdorim këtë, ose ke diçka tjetër më të bukur se kjo. Edhe zakonisht kështu funksionon. Kalojnë në një filtr, sepse sigurisht ata kanë filtra për këtë punë. I bën një redaktim dinjitoz edhe sigurisht. Edhe ata përkthejnë apo kërkojnë prej teje? Ato e përkthejnë në 2 gjuhë. Në kalimin në spanjisht si tingëllon, Boseta më keton që tingëllon mirë, është diçka që të jep një lloj satisfaksioni. Konsultohen me ty, domethënë janë të tillë apo janë arrogantë dhe dimni apo? Jo, janë tepër miqësor, një redaktor me të cilin unë kam komunikimin me të. Janë shumë dashamirës. Tingëllon, sepse sigurisht aty kur David Boseta ato gati, ora mos e shijoni ky. Në këtë pikë. Në letërsi ne nuk i përkasim një vendin, ne i përkasim. Ja, normalisht është internacionale, absolutisht. Ti e prezanton vendin tënd dhe një shqiptar i mirë, po kam dëshirë me përdorat e shprehjes që përdorin fëmijët në përkofshte, jam krenar që jam shqiptar. Ja, shqiptar, normal. Eksakt, normalisht. Ashtë patjetër, po letërsia në fundit është e përbotshme, ka ngjyrën e vendit edhe aty personi ka timbrin e gjithçka që ka.
Por kur ti thu që ajo tingëllon shumë mirë edhe në spanjisht, ta të keq e ka. Dikush që e lexoi librin, një mik i emi më tha, po të mos kishe vu në fund David Boset e lindur në Shkodër Shqipëri, unë nuk do e kuptosha që bëhet fjalë për një shkrimtar shqiptar. Pa shqiptar. Historia është totalisht amerikane dhe nuk ka asnjë element, nuk përmendet askund Shqipëria. Absolutisht. Por në fundit nuk kam si e mohoj identitetin tim, ky jam. Patjetër, pa diskutim. Kush është plani tjetër? Më the që isha duke punu një libër? Kam një libër me proza shkurtra. Janë do histori të vogla kriminale, po që është për mua është libër i bukur, është shumë i këndshëm për momentin e sotëm. Ndoshta në prozat e shkurtra është një kategori njerëzish që i pëlqejnë shumë, sepse lexojnë 1-2 dhe sigurisht. Janë ngjarje që fillojnë me 3-4 faqe dhe janë të lezetshme. Ndryshe nga romani janë të përtypshme që aty do t'i rrish, do t'i qëndrosh deri në fund. Asoj kam edhe një projekt tjetër, edhe kam i hapun, edhe bëhet fjalë për një libër me tregime, aty ka ndoshta pak njësi poetike brenda aty në tregimeve, mund të ketë tema dashnije, mund të ketë tema ndarjesh, tema të ndryshme, po që është krejt e kundërta këtij me krime. Pra ato kanë me të shpërndame, po do të vinë një ditë, do të vinë koha që të selektohen, të bahen gati për. Kam në mend disa poezi të mbledhura të botuara në vite në gegnisht, që do të jenë në një volum. Besoj diku te 130-150 poezi, që mund dalin një libër në gegnisht. Ky është shkruar sigurisht në gjuhë letrare. Po, patjetër. Po themi standardin. Ju keni gjë kundra standardit? Si parim, jo si përmirësim. Përmirësim kemi të gjithë ne. Jo, absolutisht jo. Bile njëherë më mend një komunikim me një profesor në Rum para shumë vitesh, kur doli libri jem me poezi, ai më bani një kritik, tha, ti tha shkruar mirë gegnisht, je shkodran. Pse libri del tha në gjuhë letrare? Sepse unë nuk i përkas Shkodrës, si thash. Unë duhet i përkas gjithë shqiptarisë. Nëse gjithë Shqiptaria ka pranu gjuhën letrare, gjuhën standarte, atëherë unë duhet përdor gjuhën standarte. Në komunikimin tëm përditshëm, perceptimin tëm, unë metem gek sepse jam shkodran. Ndërsa në letërsi duhet të regona pak më të rafinuar. Edhe gjuha letrare ka diçka tjetër. Nëse nesër do pretendosh ta botosh në një gjuhë tjetër, gegnishtja do të ketë probleme, do të ketë në përkthim, sigurisht. Translati do të jetë shumë i vështirë, absolutisht. Kurse gjuha letrare edhe perceptohet më mirë lexim, mendoj unë. Edhe nesër për shtatin ka me pas më të lehtë. Nëse do t'i arrit, t'i jem edhe në gjuhë tjera. Sigurisht. Unë do të vazhdoj të shkruaj në standard. Po patjetër. Po kjo nuk do të thotë që më penalizon me shkruaj gegnishtën. Prandaj thash një libër do të jetë me poezi në gegnisht. Po mendoj edhe. Sepse edhe aty e gjej vetin. Shiko, këtu jemi në një televizion i cili sigurisht respekton rregullat e standardit kur dëgjon lajmet dhe kur dëgjon vajzën që jep lajmet ose të tjerë, të gjithë mundohen që të kenë një standard të folurit. Askërkush nuk e ndalon një tjetër, siç po flasun tash, që të ketë ndikimin geg, sidomos shkodran, në këtë mes ne jetojmë këtu. Por nuk e kemi në mend të refuzojmë standardin, se këtu është qëllimi. S'kemi pse ta refuzojmë, për çfarë do ta refuzojmë? Nuk e shoh logjike me bot kuptimin tim që një roman të dalin në gegnisht. Normal. Sinqerisht. Është më së qartë. Poezia po, shkon. Poezia po. Sepse ka melodinë e vet, ka këngën e vet, edhe rrin edhe flet shumë. Nuk mohohet dot, është pa mohueshme, sepse e ka ritmin. Po të kujtoj një fragment vogël para disa kohësh me këngëtarin e madh Adhurim Demiri, bam një bashkëpunim, edhe kërkoj një tekst temin për me bë këngë. I thash, po ta jep me të vetmin kusht që ta knosh gegnisht. Absolutisht nuk kam tendencë tjetër, tha, o do të mbash mu, tha me kënu gegnisht, o s'ka. Edhe ashtu e ka kënu këngën. Ka shumë pak detaje, po e kanë gjyrimin e vetë, pra dallohet, se 2-3 nota janë ata që e bajnë melodinë ndryshe, edhe ja ka dalë shumë bukur. Kena prap një projekt në të ardhmen, do të punojnë me një tekst, ka që me bë një këngë rock këtë radhë, edhe ka prap një tekst në gegnisht që ashtu e ka pranuar dhe ashtu do me. Po mirë që futesh edhe në këtë lami, po themi, të
të produksionit tekstit në muzikor, sepse sigurisht është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme që të kemi, me thënë drejtën e gjojmë edhe tekstet që e nëse të që s'po bëj kritizerin, sepse du të bëj kritizerin, por nga janë edhe krejtësisht të mërshëm, të bëhen të pa... Me Adhurim Demirin është teksti dytë për cilin përpunojmë, pra do të dalin 2 këngë. Me Edmond Mancakun kam bërë 2 këngë, me Lemenjanën në Gegnisht u prezentullë në festivalin e Shkodrës, vjetë. Kam bërë një këngë për Eduard Jubanin, kam bërë një këngë për Luigi Alin, edhe me knatësinë më të madhe sepse janë brezi këngëtarëve me cilët ne na rrit, edhe që i du fort. Edhe sinqerisht më jep një satisfaksion, një njësi pozitive bashkëpunime me ta. Boseta, ishte kënaqësi që të kisha. Ishte kënaqësi që mora vesh përpara, nuk e di 2 javësh, ditësh, që ke nxjerr pikërisht këtë sfida e killerit. Normalisht jam i gëzuar që reziston në një mjedis shpeshherë inkuenant, tash nuk duhet të egzagerohem, po që shpeshherë është edhe shumë i dyshimt edhe jo kaq miqësor në krijimet edhe krijuesit në përgjithësi. Edhe për atë hiperproduksionin i cili është i pa kontrolluar shpeshherë edhe spacaturës i del, po dhe gjërave të mira që kanë. Pra jemi një tollovi elementës që jam doli për shembull në Toshkrishte, tollovi. Del vjen nga herë, dikush thotë edhe tash, kur ishte nga Gjirokastra. Nuk kemi pse mohojmë, është ky moment. Pra, është një sukses i jashtëzakonshëm për prodhimi edhe nxjerrja e një romani. Falenderoj që ishe me mua sonte. Unë ju falenderoj dhe ju jam shumë mirënjohës, vi gjithmonë me kënaqësi. Shumë faleminderit. Faleminderit për të. Miq të On Televizion, miq të On Talk. Ky ishte takimi me shkrimtarin, poetin David Boseta. Ju jap takim të premten tjetër, miq të tuar tjetër. Natën e mirë.